Moti i keq me reshje shiu dhe dëbore ka përfshirë edhe qarkun e Lezhës, duke sjellë probleme kryesisht në furnizimin me energji elektrike. Sipas të dhënave zyrtare të mbrojtjes civile, në lartësinë mbi 1 metër në bjeshkët e Mirditës ka rënë dëbora e parë, trashësia e së cilës ka arritur deri në 15 cm dhe temperaturat janë ulur ndjeshëm. Ndërsa në zonat fushore ka reshje shiu me intensitet mesatar dhe erë të fortë, duke sjellë dëmtime të linjave elektrike kryesisht në fshatrat e Zadrimos, Shëngjinit dhe Bregut të Matës. Në një pjesë të këtyre zonave, prej mesnatës mungon energjia elektrike, ndërsa grupet e punës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ndodhen në terren për riparimin e defekteve. Moti i keq ka sjellë edhe dallgëzim të lartë në brigjet e Shëngjinit dhe autoritetet portuale kanë kërkuar ndalim të lundrimit për mjetet e vogla deri në përmirësimin e kushteve atmosferike.